Lënga, fshati i njohur i vlehëve në zonën e Pogradecit, që në shekuj të kaluar konsiderohet ndër vendbanimet më të mëdha dhe më të zhvilluara të krahinës, ajo sot po përballet me boshatisjen e plotë. Nga një qendër gjallë më mirë banor, kanë mbetur vetëm pak familje që vazhdojnë të jetojnë mes vështirësive e mungesës së investimeve. Banorët tregojnë se pas viteve në ndjetë emigracioni dhe largimit drejt qyteteve, për një jetë më të mirë e zbrazën gradualisht fshatin. Ata shprehen se sot mbjetojnë në kushtet vështira dhe se mungesa e shërbimeve bazë i ka bërë të ndjenë të harruar nga institucionet. Lëngën e mbaj mend këtu edhe shumë vite ka qenë shumë familje, shumë të afruar, shumë të kaluar. Gjithë këto shtëpitë e shembra kanë qenë gjithë familje. Ikën si për më mirë. Sikur shikon punën e tij dhe hallën e tij sot e tutje. Pse kanë ikur? Nga, si të themun, nga rrugë s'ka, shkollë s'ka, infermieri s'ka, plejt mos më keq me të vojtur 2 plequr në familje. Forë ndërmend kemi të ikim ne, po nuk na rin. Kam vajtur shumë shtrenjtë, shumë unë djalin me gjithë nusën e kam në Pogradec. Djalin në shkollë. Nusë atje, vetë këtu. Mundojmë të rojmë me të keq, të mbajmë familjen, mos shtetja asgjë shtet, nuk njohim deri më sot asnjë shtet, nuk dim njeri të vi. Këtu edhe 36 vite demokraci. Vinë sa bëjnë ta, këtu do t'ju bëjmë, do t'ju ndihmojmë. Si bëj dhëna ka shumë, t'ju thonë, ka qenë 12.000, po kjo është qik nga shekulli 17-18, këtu ka qenë zhvillimi madh. Edhe Lënga varsë nga Patrikane Okrit. Ka patur Sarauji, themi ne, që komplet lumi. Plus pastaj mullin, që ishin mullin. Prodhoshin edhe tulla pe baltë bëshin këtu. Shtëpitë ka qenë me tiklla. Nga 91 tash kemi ngelur 4 shtëpi. Kryeplaku i fshatit Kopi Kokoneshi thot se pasuria më e madhe që ofron sot Lënga është natyra e saj e paprekur, por mungesa e një rruge të përshtatshme pengon rikthimin e banorëve dhe zhvillimin e turizmit. Ai ngre shqetësimin edhe për dëmet mjedisore të shkaktuara nga hidrocentralet e ndërtuara në zonë, duke i cilësuar ato si një nga faktorët që kanë ndikuar negativisht në ekosistemin lokal. Lunga, mund ta quash, e gjatë. Lënga shtrishe me 6 lagje. Me 6 lagje, Joll, Zgall, Gurinikës, ka qenë i Lëngës, Ondishti, ka qenë i Lëngës. Lënga kufizoheshe Losnik, edhe Losniku, do më thënë Bishnic, Losnik, lëngarët kishin tokat. Me 6 lagje Lënga. Nga rruga, nga kushtet e këqia, se dhe kushtet, pavarësisht se njerëzit flasin Shëmrena i paçi moratën, po kushtet janë zero. Megjithatë, vitet e fundit janë shfaqur edhe sinjale pozitive. Disa prej banorëve të larguar kanë restauruar shtëpitë e tyre të vjetra dhe i përdorin gjatë sezonit veror. Interesi për rikonstruksionin e banesave të tjera mbetet i lartë, por sipas vetë banorëve, pengesa kryesore vazhdon të jetë infrastruktura rrugore, e cila ndër vite nuk ka njohur investime të rëndësishme. Pavarësisht historisë së pasur dhe potencialit turistik, Lënga mbetet sot një nga fshatrat që lufton për të mos u zhdukur, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje konkrete për të rikthyer në artën e zhvillimit.